ligjin për daljen administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë. Pika 3. Dhënia mendimit zyrtarit Qeverit Bashkiak për veçantë reformën administrative territoriale 2 dhe projekt ligjin për daljen administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë. Përpara se të kaloj, atëherë e jetim në votën e iniciativës, kush është pro, kundër abstenimit. Atëherë përpara se të kaloj në diskutim dhe të japim mendim, dëshiroj të bëj një përmbledhje të shkurtër të të gjithë procesin të ndjekur nga Këshilli Bashkiak Kombëtar.
financore, thot qartë që ndarja dhe bashkimi bëhet në pushimin e komiteteve, kur komitetet shprehen kundër i bashkimit, përse qeveria dhe parlamenti duhet propozon dhe duhet të shpalos dhe hanë territoriale, përse kur komitetet janë kundër. Do e turpi ati parlamentit dhe atyre deputetëve, në qëse eliminatorin të projekte dhe në të projekte që ka propozuar Komisioni i njanshëm i Partisë Socialiste. Dhe pala tjetër, bashkëkretari Luciano Boci dhe Partia Demokratike ka propozuar shtim të bashkimeve. Në totale, në disa pika, përse në duhet shkrijet bashkia Kolisani, apo po përshoj edhe projekti Ardian Mazniku. Thuhet në projekt që bashkit nuk kanë kapacitete për të bërë projekte. Një nga pikat. Po themi, bashkia Kolisani ka hartuar projekte për të gjithë mirëmbajtjen e rrugëve të fshatrave dhe rrugëve të reja dhe projekte për të bërë rrugë të reja, si në fshatin Dodovec, Vokopol, Plashnik, Rehov, po marrin nga komuna Vërtov. Po fillojnë me fshatin Peshka, Lypeshën, Tomorin e Madh, Tomorin e Vogël, dhe të gjithë fshatrat e tjera ne kemi projekte të gatshme. Këtu kemi dhe Preble që janë antarë të Këshillit Bashkiak. Mund ta vërtetoni që projektet janë gati dhe Këshilli Bashkiak apo edhe komisioni i lënë në dispozicion kur të duan. Kemi projekte dhe kemi bërë projekte prej vitesh që presin të financohen për infrastrukturën arsimore, infrastrukturën në fushën e shëndetësisë, për rrugë edhe po themi ndërlidhje të ndryshme siç është edhe ura e Çepani, që kemi 10 vjet që e kërkojmë, 10 vjet që e kërkojmë atë urë, që nxënësit e shkollave shkojnë aty me çisme dhe me kus se duhet të ndërrohen me fjakur të shkojnë në shkollën e Mrakës. Po kështu për kanalet Vadice, kemi bërë investime, po kemi edhe projekte për kanalet Vadice, edhe për Fushpeshtanin, edhe për Hoxhej, dhe për Vërtotin, dhe për fshatrat e tjerë. Kemi bërë projekte për turizmin malor, dhe gati financohen. Kemi bërë projekte për turizmin industrial, siç është kombinati. Është kombinati. Kemi projekte të gatshme. Edhe presim të financohen nga Ministria. Kemi projekte për rinin, për moshën e tretë, për fëmijët, për gjithçka. Kemi projekte pavarësisht se nuk është detyra jonë, është detyra e Ministrisë së Mbrojtjes. Ne kemi vënë në punë projekte, siç është projekti zonës B që kemi lënë asaj kompanisë turke dhe tani fillon punën, po kështu edhe për industrinë ushtarake që kemi kombinatin. Më thoi bashkëkretari i komisionit, Ardian Mazniku, për cilën fushë nuk ka bërë projekte Bashkia Kolisani. I kemi gjithë kapacitetet njerëzore për të hartuar dhe projekte tjera. Projektet rrinë aty prej vitesh dhe nuk financohen. Pra, Bashkia Kolisani ka të gjitha kapacitetet njerëzore për të bërë projekte të ndryshme në gjitha fushat. Po themi për projektet që janë financuar dhe janë bërë me financimet e bashkisë, jo të buxhetit shtetit. Ne jemi nga bashkitë e para që kemi hartuar rilindjen urbane. E kemi bërë në vitin 2011 përpara se qeveria të fillonte me rilindjen urbane. Ju jeni dëshmëtar ka të sheshit. Ne kemi bërë të gjitha sheshet e qendrave të lagjeve, siç është Mbraklla, Pronoviku, Fushpeshtani, Kalluçin, rrugët e Kalluçit, rrugët e Barezave, tani fillon javën tjetër fillon dhe hyrja e qytetit.
Kemi asfaltuar me fondet e bashkisë rrugën e Terpanit, që ju jeni dëshmitar, po kështu kemi bërë dhe mirëmbajtur kanale të ndryshme, Vadice dhe Kulluse. Kur më parë, para viteve 90, kishim parë bashkëtarët tanë sistemin e Vadicës, sot në Terpan Vadice, edhe nuk paguhet asnjë taksë. Sot në Mbraku Vadice, edhe nuk paguhet në fjalë taksat nuk e di për Mbraku, po Vadice në lagja në Mbraku. Ne kemi bërë nxënësit e shkollave, kanë subvencionin nga bashkia që shkojnë në shkollë, për ato distancat largëta që ata kanë. Kemi ofruar bursa me fondet bashkisë, kemi atuar me këshillin bashkiak për nxënësit që nuk përfitojnë nga skema e Ministrisë Arsimit. Për pensionistët, ju e dini që është një qendër ditore që pin kafe falas, mëngjes drejt darkë. Për ato familjet në nevojë, që janë që nuk ushqehen dot, bashkia i ofron ushqim falas, mëngjes drejt, edhe shërbim në familje për moshën e tretë. Edhe infermierë kemi që ma pensione, mëngjes dhe ndarë, pensioniste. Për të sëmurë, juve vetë, këshilli bashkiak, këtu ka miratuar të gjitha të familje që janë në nevojë, që janë me kimjo, i kemi afruar ndihmë financiare. Për të gjitha ato nënat që janë të divorcuar, ne paguajmë qirat e shtëpisë. Për këto edhe shërbime të tjera që afron bashkia polican, atëherë kjo është edhe dora e shtetit. Përse duhet një shtet, kur lë familje të tëra të paushura, kur ai qytetari jon apo bashkëtarri nuk paguan dot drita edhe ujin. Kur ju e keni parë që ne kemi një qendër siç është azili, që u afrojnë të gjithë, po themi shërbimin e dur, jo vetëm bashkëqytetarëve tanë, po është dhe një azil kombëtar. Pra të gjitha këto shërbime që sot i afron bashkia polican, unë i pyetje kam, a do të mundet të financoj edhe të mbështes këto familje në nevojë bashkia Berat? Kur mbot. Sepse ta janë qytetarë tanë, në fushën e shëndetësisë, në çdo lagje, në Kalluc, Mbraku, Kronovik, apo dhe në përfshatra, ne kemi bërë qendra shëndetësore. Kemi spitalin, kemi poliklinikën, dhe gjithë shërbimi shëndetësor ka qenë dhe është i gatshëm, është në këmbë, me ato mjetet dhe mundësi që ka, që përgatit për në spitalin e Baranit, apo në rajonan Beranit, apo edhe në spitalin e Tiranës, po ka shpëtuar me mira jetë njerëzish. Ky spital nesër do të mungoj këtij qyteti, ashtu të mungoj arsimi, do të bësh hukumimin. Sot ne kemi 318 biznese, të vogla dhe të mëdha, së bashku. Dihet që numri këtyre minimalisht do të përgjysmohet, se duke ikur ekonomia, duke ikur administrata, patjetër që do të bien dhe shërbimet. Do të bien dhe do të kurren edhe shërbimet. Pra, në gjitha këto pika që unë përmenda, sepse i kemi thënë edhe i kemi shtruar pikat një nga një në Komisionin Parlamentar edhe në dokumentin që ne kemi bërë publik, po disa prej tyre që i përmenda do t'i mungojnë qytetit tonë dhe ky është popullimi. Këto janë mungesa e shërbimeve, sepse ai pensionisti i Dodovecit, ju e dini për Dodovecit, Salar apo Coca-Cola, mos flasi pastaj hovën e të tjerë, do jenë largë. Unë që kërë të herës kam qenë dhe e kam thënë që reforma 2015 s'ka qenë e dështuar. Çka ka qenë e dështuar? Më thoni sot, cila nga qytetet dhe fshatrat që i preku reforma nga 300 e ca njësi administrative, sot është më mirë se viti 2015. Më thoni një, asnjë. Pra, të gjitha këto shërbime, nesër do të mungojnë, edhe në qoftë se praktika e 11 viteve para, 10 vite, 12 viteve para, na ka treguar se
këto reforma kanë bërë regres, jo progres, atëherë përse ne si komunitet, kur i kemi të gjitha shërbimet dhe projekte të mbështetur nga bashkia dhe institucionet e tjera që shërbejnë pranë bashkisë Policani, duhet të largohen. Përse? Mund të vazhdoja pafund të rendisja arsye dhe shërbime. Por për të lënë fjalën shqiptarëve, se sot është fjala dhe vendimarrja e shqiptarëve, që duke dëgjuar edhe diversat e 3 njësive administrative Policanit, Vërtopit edhe tërka, të rendisin sipas paradës dhe mendimin të tyre usoj, duke shfaqur edhe interesin dhe mendimin sipas ligjit, se ne japim mendim dhe kryetari i bashkisë edhe Këshilli bashkiak, të vazhdojmë, pastaj kuptohet që me rreth mendimit. Ju falenderit që më dëgjuat, falenderit kryetar, falenderit shqiptar, dëshiroj shumë që kjo reformë mos të bëhet, në interes jo vetëm të Komitetit Policanit dhe të bashkive të tjera, por edhe në interes të Shqipërisë, sepse ne përshikojmë se të rinjtë e të reja të rritën të largohen çdo ditë nga dorëzimi. Dhe për ka frenuar të fenomen dhe për të dhënë gjallëri Policanit, jo vetëm me projekte që ka paraqytur bashkia, por Policani ka edhe industrinë dhe infrastrukturën më të mirë dhe të sigurt në Ballkan, dhe ne presim që ajo industri të bëhet në punë dhe mos harxohen miliona euro siç janë edhe po investohen përmes Tiranës për të zhvilluar demokracinë, por ne kemi në sy dhe ai kombinat, se kushton nuk ka ekonomi të dobët Policani e ka gabim. Policani ka ekonomi më të fortë në Shqipëri sa i përket, sepse ka industrinë ushtarake, që industria ushtarake sot është nga kërkesat më të mëdha dhe është në ditje kudo në botë. Dhe ne kemi ato industri edhe këtë natyrë dhe këtë turizëm që ne falu Zotit. Ju falenderit dhe dëshiroj që mos të bëhet kjo reformë në shërbim të qytetarëve tanë. Falenderit. Falenderit zoti kryetar. Atëherë kalojmë tepika tjetër, që është prezantimi i raportit nga Komisioni i Posaçëm i ngritur nga Këshilli Bashkiak Polican për administrimin e procesit të dëgjesave publike në 3 njësi Polican, Vërtop dhe Tërka. Atëherë ftojmë si kolega Samiasin për të na dhënë shpjegimin. Përshëndetje kryetar, përshëndetje të nderuar kolegë. Sot secili prej nesh do të njeh një raport mbi administrimin e mendimeve mbi projektin për ndarjen administrative territoriale të njësive të veçërisë vendore në Republikën e Shqipërisë, nga Komisioni i Posaçëm i Këshillit Bashkiak. Në mbështetje të nemit 54, shkronja KDP dhe nemit 55 të ligjit nr. 139/2015, për veçërisje vendore, nemit 108.2 Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, si dhe ligjit nr. 126/2015 për njoftimin dhe konsultimin publik, duke marrë shkazën në paragrafi reforma administrative territoriale 2, që propozon shkrirjen e Bashkisë Polican dhe bashkimin me Beratin, Këshilli Bashkiak Polican, në mbledhjen e tij të datës 12 gusht 2026 vendosur. Miratimin e fillimit të procesit të konsultimit publik, duke shpallur nisjen e mirëmershme të këtij procesi në konsultime komuniteti, grupet e interesit dhe shoqërisë civile në të gjithë territorin e Bashkisë Polican, duke përfshirë njësinë administrative Vërtop, Tarkan dhe Polican. Objekti i konsultimit gjatë këtyre 3 ditëve të takimit ishte marrja e mendimeve të komunitetit lidhur me projektin që sënon statusin autonom administrativ të Policanit. Komisioni i përbërë prej 7 antarësh zhvilloi 3 takime të hapura sipas kalendarit zyrtar në të gjitha njësitë përbërëse. Në datën 18 gusht 2026 u zhvillua takimi i parë në godinën e njësisë administrative Vërtop me banorë të kësaj njësie. Në datën 19 në ambientet e shkollës Tërka organizua konsultimi me komunitetin. Në datën 20 në salën e kinemasë së qytetit të Policanit organizua konsultimi me banorët e qytetit të Policanit.
Komisioni mbajtje procedurale përkatër për çdo përgjes, si të administrojë listën e firmave të depozituara nga qytetarët të tre njësive që kundërshtojnë shkryerje. Procesi i konsultimit tregon një shëndrim të qartë të banorëve. Qytetarët e Bashkisë Poliçan në tërësi kundërshtojnë shkryerjen e Bashkisë Poliçan dhe kërkojnë ruajtjen e statusit të saj si njësi e veçantë e qeverisë vendore. Ky qëndrim nuk u shpreh vetëm si një kundërshtim emocional ndaj ndryshimit të ardhës administrative, por shoqëruar me argumente konkrete që lidhen me aksesin në shërbime, përfaqësimin e komunitetit, zhvillimin ekonomik, identitetin lokal, specifika gjeografike dhe sociale të territorit, si dhe shqetësimin se bashkimi me një bashki shumë më të madhe si Berati mund ta largojë vendimmarrjen nga qytetarët. Banorët e njësive dhe Poliçanit kërkuan që Bashkia Poliçan të ruajë statusin e saj si bashki më vete, të mos ndryshojë kufiri territorial i bashkisë, pa një analizë të plotë të ndikimit mbi komunitetin, të merret në konsiderat vullneti i shprehur prej tyre. Reforma territoriale të bazohet në nevojat reale të komuniteteve dhe jo vetëm në kritere administrative apo financiare. Të garantohet që shërbimet publike dhe vendimmarrja të mbeten sa më pranë qytetarit. Argumentat kryesore kundër shkryerjes bazohen si fillim në vullnetin e drejt për drejt të komunitetit të prekur. Banorët e Poliçanit, vërtopit dhe Terpanit, të cilët janë drejt për drejt subjekti i ndryshimit të propozuar, u shprehën vazhdimisht kundër shkryerjes së bashkisë gjatë gjithë përgjithësisë. Sipas banorëve të njësisë vërtop, një reformë territoriale që synon përmirësimin e qeverisjes vendore nuk mund të jetë e suksesshme nëse zhvillohet në kundërshtim me vullnetin e komunitetit që ai pret. Kjo është veçanërisht e rëndësishme, sepse bashkia nuk përfaqëson vetëm një territor gjeografik, por edhe një bashkësi banorësh. Prandaj, ndryshimi i statusit të Poliçanit nuk duhet të trajtohet thjesht si rishikimi i një harte, por si një vendim që i prek drejt për drejt. Shkryerja nuk mund të justifikohet vetëm me madhësinë e bashkisë, sepse në vetvete madhësia e bashkisë nuk është provë efikasitetit të saj. Pyetja kryesore gjatë tre takimeve ishte: a do të marrë qytetari i Poliçanit, Vërtopit dhe Terpanit shërbim më të mirë, më të shpejtë dhe më të aksesueshëm pas bashkimit me Berati? Nëse nuk ekziston një analizë konkrete që provon këtë rezultat, shkryerja nuk mund të mbështetet vetëm në një argument abstrakt për efikasitet administrativ. Banorët e Poliçanit kërkuan që reforma dhe artuesit e saj duhet të provojnë me të dhëna, cilat shërbime do të përmirësohen, sa do të shkurtohet koha e marrjes së shërbimeve, si do të përmirësohet përfaqësimi, si do të rriten investimet në Poliçan, Vërtop dhe Terpan, si do të garantohet që territori i Poliçanit të mos kthehet në një periferi të një bashkie më të madhe. Sipas qytetarëve, pa këto të dhëna, shkryerja mbetet një ndryshim strukturor, pa një provë të mjaftueshme të përfitimit konkret për ata. Dy njësitë Terpan dhe Berat, duke u nisur dhe ka eksperjenca në mëparshme për ta qenë në administrimin e Beratit, u shprehën kundër, për arsye se sipas banorëve të tyre, nga Bashkia Poliçan, shërbimi ka qenë më i afërt dhe investimet më të shumta, pavarësisht se ende ka nevojë për përmirësim dhe investime të tjera. Me njësitë administrative të Terpan, mund të themi që disa prej argumenteve pro shkryerjes lidhen me distancën e afërt që kjo njësi ka me qytetin e Beratit, si dhe mungesën e infrastrukturës në disa prej fshatrave të largët. Por banorët të tjerë u shprehen se pavarësisht kësaj, shërbimi është në mënyrë korrekte nga administrata Poliçan. Dhe pavarësisht kufive territorial, marrja e këtyre shërbimeve ka qenë më efikase gjatë këtyre 12 viteve të fundit në administrimin e Poliçanit, krahasuar me Beratin për vite më radhë. Një nga shqetësimet më të forta të shprehura ndaj komisionit gjatë dëgjesave është rreziku që pas bashkimit me Beratin, qytetarët e Poliçanit, dhe veçanërisht banorët e zonave rurale, të kenë më pak akses në administratën vendore. Ky shqetësim është veçanërisht e rëndësishëm për banorët e Poliçanit, si dhe banorët e fshatrave të njësisë administrative Vërtop, për shkak të karakteristikave të terrenit dhe distancës. Sipas tyre, shkryerja e një bashkie të vogël brenda një bashkie shumë më të madhe krijon një problem të qartë për pajisje. Banorët e komunitetit të Poliçanit gjatë konsultimit publik u shprehen se pas bashkimit, Poliçani nuk do të jetë më qendra e një njësie të pavarur të qeverisë vendore, por thjesht një pjesë e territorit të një bashkie më të madhe. Dhe kjo mund të ndikojë në prioritetet e investimeve, shpërndarjen e burimeve, përfaqësimin politik, planifikimin territorial, administrimin e pronave dhe aseteve, përcaktimin e prioriteteve të infrastrukturës, si dhe vëmendjen ndaj problemeve specifike të
shprehen se zgjidhjen e çdo problematike ka gjetur në institucion nga njerëz të përkushtuar ndaj tyre dhe problematikave të tyre. Poliçani ka identitet dhe profit të veçantë ekonomik dhe social. Historia e këtij si qendër industriale, lidhja me industri mekanike, burimet e burit dekorativ, potenciali turistik dhe lidhja me zonën e Tomovit i krijojnë atij një profit të veçantë zhvillimi. Vitet e fundit, ashtu dhe nga Gjesa, me investimet e kryera në fshatin Kapinov, Pregas, Pushpeshta, Mbraku, potenciali zhvillimit turistiko-ekonomik ka ndikuar direkt në ekonominë e këtyre zonave dhe në investimet e të ardhura të mëtejshme për çdo banor. Kjo do të thotë se zhvillimi i Poliçanit kërkon politika të përshtatshme për territorin e tij. Një bashki e madhe mund të ketë prioritete të tjera zhvillimore, veçanërisht për shkak të peshës së qytetit të Beratit dhe nevojave shumë të shumta urbane, turistike dhe infrastrukturore të tij. Për këtë arsye, ekziston rreziku që prioritetet e Poliçanit të konkurrojnë për burime me prioritetet e qendrës së re administrative. Qytetarët në bazë të kërkesave të tyre i kërkuan Komisionit të Posaçëm të Këshilltarëve të publikohet një analizë plot financiare dhe administrative. Sipas tyre, nga kjo analizë duhet të ketë përgjigje të qarta, cili është përfitimi ekonomik i shkrirjes së Bashkisë Poliçane. Nuk mjafton të thuhet se një bashki më e madhe ka shumë kapacitete. Duhet provohet konkretisht ulja e kostove administrative, ulja e numrit të strukturave, rritja e të ardhurave, rritja e investimeve, përmirësimi i shërbimeve, gjithashtu dhe përmirësimi i menaxhimit të territorit. Sepse në mungesë të një analize të tillë, nuk mund të argumentohet binqëm se shkrirja do të sjellë një përfitim real për këta banorë. Territori i Bashkisë Poliçane ka nevojë për vazhdimsi në investime, infrastrukturë, sjelljes rrugë, bujqësi, administrim të kryeve, turizëm dhe zhvillim ekonomik. Një ndryshim i menjëhershëm institucional mund të krijojë periudhë tranzitore me ndryshimin e strukturave, transferimin e personelit, transferimin e aseteve, rishikimin e buxhetit, ndryshimin e planeve të investimeve, riorganizimin e shërbimeve. Në vend që burimet të përshëndrohen në zhvillim, një pjesë e tyre do të përdoren për procesin e riorganizimit. Prandaj reforma duhet të provojë se përfitimi i afatgjat është më i madh se kostot dhe pasiguritë e tranzicionit. Komisioni i Posaçëm i Këshilltarëve vlerëson se një reformë serioze territoriale duhet të bazohet në një analizë shumë dimensionale. Vetë debati publik në Poliçanë ka nxjerrë pa pikërisht të problem. Një territor nuk mund të vlerësohet vetëm mbi bazën e numrit të banorëve ose madhësisë së hapjes. Flitet për standarde europiane, ndërkohë Këshilli i Evropës ka lajmëruar dhe për efektet negative që mund të sjellë konsolidimi territorial, duke përfshirë largimin e komuniteteve periferike nga administratorët lokale, dobësimin e identitetit dhe vështirësinë për përfaqësimin e interesave të komuniteteve të vogla. Si përfundim, duke marrë në konsiderat qëndrimin e shprehur nga banorët e Poliçanit për tokët e Terpit, nevojën për luajtje me vendimmarrje sa më pranë shtetërorëve, karakteristikat gjeografike, sociale dhe ekonomike të territorit, nevojën për përfaqësim të drejtë për drejtë interesave të komunitetit, potencialin zhvillimor të territorit të Poliçanit, parimet e Kartës Europiane të Veçërisë vendore, kërkesën për një analizë të plotë të kostove dhe përfitimeve të reformës, faktin se shkrirja nuk është provuar se do të sjellë përmirësim konkret të shërbimeve për qytetarët, rezulton se mendimi i komuniteteve Poliçan, Vërtok, Terpan, shprehet kundër shkrirjes së Bashkisë Poliçan dhe përfshirjes së saj në Bashkinë e Beratit. Komuniteti kërkon që Bashkia Poliçan të krijohet të funksionojë si njësi e veçantë e Qeverisë vendore, me territorin dhe njësitë administrative Poliçan, Vërtok dhe Terpan. Në përfundim të gjithë procesit të ligjësave publike kërkon të rishikohet propozimi për shkrirjen e Bashkisë Poliçan, të mos miratohet përfshirja e Bashkisë Poliçan në Bashkinë Berat pa një analizë të plotë të ndikimit ekonomik, social, territorial dhe administrativ. Qëndrimi i shprehur nga banorët e Poliçanit, Vërtokut dhe Terpanit të përfshihet në mënyrë të plotë në dokumentacionin parlamentar të reformës. Të publikohet analiza financiare që provon përfitimet konkrete të shkrirjes për qytetarët e Bashkisë Poliçan. Të analizohet ndikimi i ndryshuar të propozuar mbi aksesin e banorëve në shërbimet publike. Të analizohet ndikimi mbi investimet publike dhe shpërndarjen e burimeve financiare pas shërbimit. Të garantohet se vendimmarrja vendore do të mbetet pranë qytetarëve dhe se zonat periferike nuk do të mbeten pa favorshme
Komisioni posaçëm i këshilltarëve, në bazë të të gjestave të kryera në 3 njësim, si dhe analizimit projektligjit të studiuar, vlerëson se nuk ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për shkrirjen e Bashkisë Poliçan dhe bashkimin e saj me Bashkimin Berat, ndërsa ekzistojnë argumente të forta për ruajtjen e saj si njësi e veçantë dhe qeverisje vendore. Reforma territoriale duhet të synojë një qeverisje më të mirë, jo thjesht një hartë me më pak bashki. Një bashkim më e madhe nuk është domosdoshmërisht një bashkim efikase. Efikasiteti duhet të matet me cilësinë e shërbimit që merr qytetari, me afërsinë administratës, me mundësinë e përfaqësimit dhe me afërsinë për të përgjigjur nevojave konkrete të komunitetit. Në rastin e Poliçanit, ligjësat publike treguan se komuniteti nuk e sheh shkrirjen si një përmirësim të qeverisë vendore, por si një rrezik për përfaqësim, zhvillim dhe të ardhmen. Komisioni posaçëm i këshilltarëve, të gjitha gjetjet dhe mendimet e shprehura në takimet konsultative nga komuniteti i pasurojnë në këtë raport përmbledhës, të cili do të bashkëlidhen procesverbale dhe mbledhjeve të hapura në 3 njësi administrative, Poliçan, Vërtov dhe Terka. Ky raport do t'i vihet në dispozicion institucioneve përkatëse. Ju faleminderit. Kalojmë në pika e 2, që është diskutimi mbi propozimet e deputetëve të majorancës parlamentare për reformën administrative territoriale 2 dhe për propozimi për ndarjen e Atëre, kalojmë në votim raportin e komisionit të posaçëm. Kush është pro? Abstenim nuk ka. Atëre kalon me unanim votash. Prezantimi i raportit nga Komisioni i posaçëm i ngritur nga Këshilli Bashkiak Poliçan për administrimin e procesit të ligjësave publike në 3 njësi Poliçan Vërtov. Faleminderit edhe një herë. Atëre kalojmë te pika 2, diskutimin mbi propozimet e deputetëve të majorancës parlamentare për reformën administrative territoriale 2 dhe projektligjin për ndarjen administrative territoriale të njësimeve të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë. Atëherë po filloj unë të bëj një vlerësim. Po kapem tek nga kriteret e vlerësimit për funksionalitetin e Bashkisë Poliçan. Bashkia nuk është vetëm një institucion administrativ. Ajo përfaqëson një komunitet, një histori, një identitet dhe një lidhje të qytetarëve me territorin ku jetojnë. Poliçani ka histori, veçori dhe identitetin e tij të krijuar ndër vite. Sipas Komisionit të posaçëm, përfundimet për shkrirjen e bashkisë janë mbështetur në 5 parime kryesore. Një nga parimet kryesore është funksionaliteti i përgjithshëm dhe performanca ekonomike. Po t'i referohemi raportit, funksionaliteti i përgjithshëm i Bashkisë Poliçan për vitin 2025 është 52.4%. Ky rezultat është mbi mesatarin. Poliçani lë pas 26 bashki të tjera. Pra kemi një bashki që në funksionalitetin e përgjithshëm është mbi mesatarin. Një tjetër argument në raport është mungesa e vitalitetit të biznesit. Poliçani është një qytet industrial. Struktura ekonomike e qytetit është e lidhur me historinë e tij dhe me industrinë që ka pasur për shumë vite. Edhe kur shohim autonomi fiskale, të dhënat e raportit tregojnë se Poliçani renditet një 28 nga 61 bashki. Ky është një pozicion i ndërmjetëm. Nuk jemi në grupin e bashkive në autonominë më të ulët fiskale. Atëherë pse ky kriter përdoret për Poliçanin dhe jo në të njëjtën mënyrë për bashki të tjera? Këtu lind problemi i standardit të dyfishtë. Faleminderit, atëherë vazhdojmë me diskutimet. Kush e ka radhën? Vazhdojmë me diskutimet. Po. Në rafar njerë, ne du të kishim sot deputetët që në mungjojnë. Kemi 7 deputetë qartë të Beradit, që s'kemi asë një. Kemi rreth 4 muaj që ustojnë, dhe nuk kemi mbështetjen asë një deputeti të majtë ato të fjatë qërë. E dyra,
kemi disa muaj që nuk flet qetë. Kjo për të vetëm arsye që na ka bërë qeveria bashkë me deputetët tanë. Diskutimin tim do ta bëj për qëndrimin e trajtimit për trajtimin e bashkisë në një status të veçantë për shkak të industrisë ushtarake. Ka pretenduar diçka? Dhe nuk e kam lexuar raportin në shumë mendje. Një nga pikat ku duhet të ndahet është trajtimi i rasteve të veçanta. Në raportin ndahet pusteci, finiqi dhe dropi. Po si do ju? Ndërruar shqiptarë, vetarë. Çfarë është policani? Policani ka që në vitin 1966 të mbron të vend, të mbron gjithë Shqipërinë. I ka mbushur të gjitha tunelet e vendit me armatim dhe municion. Shumë prindër nga ne, nga prindrit tanë, shumë vota dhe vezën janë bërë copa, janë vrarë. Shumë inxhinierë kanë studiuar jashtë shtetit, prindrit tanë gjithashtu kanë studiuar jashtë shtetit, kanë ngritur gjithë industri ushtarake këtu. Dhe këta zotërit me i 3 relacit e shkrim. Prandaj, kur flitet për territorët dhe identitetet veçanta, unë mendoj se edhe policani duhet të jetë i parë të prisën. Policani duhet vlerësohet vetëm nga numri i banorëve apo nga disa parametra të tjera. Nëse i themi historisht, policani është një rast unik për të që tash përpara, sepse ka një pozicion shumë favorshëm që kanë zgjedhur specialistë e kohës më të mirë që ka studiuar jashtë vendit dhe sot e kanë dhënë në harres. Për shumë vite policani ka marrë peshë industrisë dhe strategjisë ushtarake në vend. Kjo është një specifik shumë e veçantë. Ka vende të tjera që i mbrojnë qytetet me histori të tillë industriale dhe i ruajnë si pjesë e një trashëgimie të tyre. Përse sot, zotërit nuk mendojnë se si edhe ato pjesë të historisë të qytetit ta bëjë një muze, por e ka dhënë në harres. Prandaj do të them që një qytet me histori të tillë thjesht është duket nga hapa. Raporti thotë se disa territore me specifik të veçanta duhet të ruhen dhe trajtohen ndryshe. Nëse ky parim pranohet, atëherë ai duhet të vlerë për policanin. Policani nuk është vetëm 8.000 banorë, sa që paraqisin censusin. Por policani ka pasur një popullsi heterogjene që në gjithë Shqipërinë sot janë mbi 40.000 policanës. Që ne i kemi të gjithë këta të shënuar sot në qytetin tonë marrin rreth 1.200 specialistë rrogë. Nga specialistët më të mirë që ka pasur dhe ka të kombinat. Qenë shqiptare e paguar këtë, që nuk e hapë kombinati, që nuk e dhe në punë, kjo është i pyetje shumë e fortë, thjesht për qeverisë shqiptare. Policani ka të gjitha këto. Është një qytet me identitet industrial, strategjik, urban dhe kulturor të veçantë. Është një dëshmi e gjallë i periudhave të rëndësishme të historisë së Shqipërisë. Është një qytet që tregon se Shqipëria ka pasur industri të rëndësishme dhe se policani ka mbetur një pjesë e madhe e kësaj industrie. Prandaj mendoj se kjo pikë e raportit nuk është pa me vëmendje të dur. Policani është lënë jashtë këtij trajtimi. Ne kërkojmë që policani të ruhet si njësi veçantë dhe të merret në konsiderat specifika e tij. Duhet të shikohet si dhe pse është krijuar, çfarë ka përfaqësuar dhe çfarë ka prodhuar. Unë jam kundër kësaj reforme në mënyrë kategorike. Shumë kemi për të folur, po do të lërë radhën dhe kolegët të tjerë, shpejt e ka vendimet të tyre. Atëherë kalojmë në diskutim tjetër. Përpara nisë se të kja mësime dhe të kërë prezencën e deputetëve të qarë kontrole, ishë i sot në prezent në Kongreja. Ndërruar antarë të Këshillit Bashkiak, ndërruar qytetarë të Policanë, në cilësinë time si antare të Këshillit dhe si përfaqësuese të deputetëve të komunitetit tonë, dëshiroj të bëj publik në zyrtar. Qëndrimin tim kundër çdo propozimi apo opsioni për shkrimin e bashkisë Policane.
apo riorganizimin e saj nëpërmjet bashkimit me Bashkinë Arab. Kjo frymë refuzuese bazohet në parimet kushtetuese të veçqeverisë vendore në interesin e lartë të banorëve tanë dhe në argumentet e mëkoshme tekniko-ligjore dhe sociale. Sipas Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, në menin 18, është ligjit në numrin 189/2015, përveç qeverisje vendore, pushteti vendor duhet të jetë sa më pranë qytetare. Largimi i qendrës administrative në Berat cënon në mënyrë drejtpërdrejtë aksesin e qytetarëve të policanit të shërbimit të privat. Bashkimi i detyrat administrative punton përfaqësimin e ratë të komunitetit në vendimare. Vullneti i banorëve të policanit të shoqëtarë, përruajtja e anatomisë vendore dhe përfaqësimi të tyre të pavarur. Bashkia policane mban profit të veçantë social, ekonomik dhe gjeografik. Zbierja e autonomisë administrative do të ofronte më tej probleme demografike dhe shpopullimin e zonës, një fenomen që prek tashmë shërbime kryesore si arsimi dhe kujdesi shëndetësor. Këtu do të ketë vetëm shpopullim, siç kanë ikur mjek dhe infermierë nga Shqipëria. Ashtu do të ikin dhe banorët nga Bashkia. Mandati ynë si këshilltar bashkiak bazohet në mbrojtjen e interesave të këtij komuniteti. Çdo vendim i madh, pa përqim i gjerë qytetarëve cënon legjitimin e procesit të reformës territoriale. Për sa më sipër, votoj kundër çdo alternative apo propozimi që parashikon shkrirjen ose tensimin e statusit të Bashkisë Policane. I rrugoj zyrtarisht Këshillin Bashkiak Polican që ky qëndrim dhe vullnet i komunitetit të komandohet zyrtarisht në protokollin e mbledhjes dhe të përcjellet komisionit të posaçëm parlamentar për reformën administrative territoriale. Ju faleminderit. Atëherë përshëndetje, Sabia Qetaj, këshilltare e Njësisë Administrative të Tërpa. Si përfaqësuese e kësaj njësie, kisha të them dhe unë mendimin tim, në lidhje me interesat e banorëve. Mendoj se kjo reformë nuk duhet parë vetëm nga perspektiva e qytetit të Policanit, por duhet të mendojmë edhe për banorët e fshatrave më të largët të kësaj njësie, siç është Panariti, Dehova, Bokopona dhe Dobroveci. Mendoj se çdo banor i kësaj njësie administrative ka nevojë për një administrat që e njeh mirë territorin e kësaj bashkie, një problem të rrugëve, të bujqësisë, të ujit të pishëm dhe të shërbimeve bazë që ata duan. Tjetër, ne i bëm dëgjesa publike në njësinë administrative për to në qytetin e Policanit dhe konkretisht në njësinë administrative për të cilën po flas. Dhe banorët atje punën qartë dhe prerës, jo bashkimin me Bashkinë e Beratit. Shërbimet e tyre i duan pranë Bashkisë Policane. Dhe arsyet janë: e para, e kanë provuar njëherë bashkimin me Bashkinë e Beratit dhe nuk e kanë marrë shërbimin. Mendoj se inxhinierët, agronomët apo dhe specialistët e tjerë të kësaj bashkie të madhe që puna servire dhe puna aktitet në tavolinë e kanë të pamundur që të ndojnë në shërbime këto fshatra kaq të larta. Në raport kemi lexuar dhe dëgjuar të flitet se distanca ndërmjet fshatrave me Bashkinë e Beratit është 38 deri në 72 minuta. Atëherë unë dua të pyes, nga është marrë kjo distancë? Sepse minimalisht një banori të Dobrovecit, të Panaritit, të Bokopolës, i duhet të paktën 5 orë që ai të shkojë në Bashkinë e Beratit dhe t'i marrë këto shërbime. Tjetër, atëherë, arsye tjetër është dhe shërbimi. E kanë provuar banorët e njësisë administrative tërka reformën territoriale që u bë në vitin 2014. Dhe çfarë solli kjo reformë atje? Solli shpopullim, largim të njerëzve nga fshatrat, sepse këtyre banorëve ju largua shërbimin, ndërsa në Bashkinë e Policanit kanë arritur që të marrin shërbimet e parashikuara me ligj, siç janë asfaltimi i rrugëve, që është rruga Teman Tërpan, asfaltimi i rrugës së Tozhajit, investimet që janë bërë në vaditje, dhe këtu investime nga Bashkia e Policanit i kanë ndërmjet frym dhe mëshirje banorëve të kësaj zone. Prandaj, e them që jo shkrirjes së Bashkisë së Policanit, kërkoj që
njësia administrative dhe tërë timare dhe të ketë shërbimet pranë bashkisë Koliçan. Jam kundër votimit të reformës territoriale. Faleminderit. Vazhdojmë. Prefac Farim, antar kësës, nga themelimi i deri sot, një nga shqiptarët me vitet më të madha temi, si në moshë dhe shqiptarë. Gjatë gjithë kësaj kohe, do të them se çfarë ka shprehur populli, por nuk do të them si që ta shokët, nuk do të them në vllaj. Pasi profesioni është mësues. Sot e profesionist. Fytyrën çdo njeri e tregon. Ora në tregon kohën, në të një tak gjatë sakrifikut. Koha në tjarë tregon njerëzit. Shumë faleminderit të tash që e të tjarë. Por njerëzit tregojnë fytyrën. Atëherë se cili nga ata që me rënd të lasë këtë bashkim duhet ta heqin me gjithmen tregon fytyrën që nuk njojnë një gjë element. Ka aq formë, se nuk kanë makina, parasi se i paguajnë ne, nuk kanë telefona, parasi se i paguajnë ne, me shtëpi e më paguajnë ne, të pak në të shnari njerë të dëgjonin ato që dëgjuam ne. Në qoftë se ne udhtojmë me kem, ati udhtojmë me elektron. Pra, njerëzit e vërtet në këtë nisëm të berë, treguan fytyrën e tyre. Kushdo qoftë. Tani më ka me kretarin e PS-s, me ideal, e njohë shumë mirë. Kërtem e njohë shumë mirë. Dhe në atë kohë, kur e morën bedore dhe filloj që nga qërëvoda e kam shëqyruar dhe deri në urve Europë. Ti kështë këthyre njërë sytë nga këti Koliçan, që ka aqë vlera që besoj të vrasë në të gjejë në një teritor territorial. Mikpritja Bujaria Besa, janë 3 element që është e vështirë. I gjesh, prandaj përsëritë me vajtje po jate. Nderin e berë mos e plak. Jepi vjetër vlerën që i takon. Një herë ta fat, s'mund të ta fat për herë. Buk të zë sytë, nderi të zë kërët, kush dhe ka dhe në bukër, mos i tregot e rritë. Unë në këtë rast, ndoshta jam në një hiperbolën më të madhe, po besoj se jam atje tek i takon. Dhe pas miku për mua duhet të kështë arë. Parë se të bërë në këte, që bërë i ndalje, duhet të kështë arë të në dëgjohën të sot. Jo atërë. Pse të? Pse jam ma që shqetsuar? Tash, ndjej hallet dhe shqetësimet e popullit. Këto ditë kam miq në Stamboll. Kemi ardhur 2-3 herë në Koliçan. Kemi pirë kafe, kemi dalë deri te rruga ku duhet të ushtrim. Është manitur me qytet. Një qytet kaq i vogël, me këtë pastërti, me këtë rregullsi, me këtë miqpritje. Ku ne në Stamboll vetëm me ujin e pishëm që e blen ta nuk e dalon, këtu i thash pijet në çdo vend. Vajtën dhe tek burim. Një investim të një bashki ka që e vogël, po është. Dhe ta vërtat janë, por shtëpia ku ka zot, ka përpari. Tani të punuar fort për uash një rezultat. Cilat janë? Unë vi nga i shkomunat. Jam banor i Brakës, uj ku shpin dhe pinte. Që një ranë tjetër. Në qofë se ata i kam fotot dhe ata shikojnë kush ishte tje dhe kush e sot. Pashtuar asë një gjë. Unë ndoshta jam nga shqiptarët kundështari më i fort me kryetarin dhe administratë me kryetarit. Sa në jenë në mënyrë këshu që shëraki mund të them ose përrumo që në jenë mund të benefic për që shqyqy që nuk është refat. Pse do të interesat personale se cili e rezolvet, por të shqetësohesh për hallet e popullit, do të thotë që edhe njërë gjumë është tjetër. Kush do nga ne, shikon hallet e vete, e rëmon ato dhe qetësohet dhe kryetari apo kryetari apo çdo shqiptar.
Nuk bëj fjalë për vaditjen e tokave. Fshati Kujaron është pothuajse të gjithë pushat. Ka pak, do të thënë, ky bazë në investim të vogël si te kaluar. Tani në çdo cep vadit. Në qimi rrugor, ka shku të blejnë në thecit të fshatit. Rrugët gjithashtu. Ata vend për të reguluar detyrimisht që ka. Por me këto arma, ne kemi parakaluar dhe qytetet të cilat kanë potenciale shumë të mëdha. Atëherë me plot projekte që ne kemi miratuar këtu. Pse duhet të flenë? A mos val Kastile e ndër ato për të arritur këtu që i një atyre? Kjo që bërë kujti për këtë. Kush është brezi këtu që e ka përballuar në 97 me të shumë? Në 97 ka qenë me ashtë për Koresha, sepse Sulmuni ishte tek ajo që mbroi Liberi dhe sot flakët si moshë. Atëherë me binje që jo që është kryetar, por duhet të respektohet me atë ndjenjen e punës, fushata e vjeshme e djegëve, unë e quaj fushat djegëve, si që është dhe si djegë. Ja t'i hapim fotot dhe le t'i gjejmë kryetar bashkie dhe shëndetësi bashkë me zjartisit, jo në hije ku ishte figur, por në flakët. Nuk kam qef që ti bej qefin askuj, po përballë faktit, përballë punës, kush do është po fort. Prandaj dhe një, zeri është më i fort, atje budimi është më madh. Dhe unë për të fatkesia, edhe unë që flasë, që ne, fill pa ardhur kjo, duhet i këshim thjerë. Deputetët për mua nuk kanë mend aty që të vinë këtu. Unë do t'jemi parë që të report, ju mund të futeni këtu, jo kur jam. Besoj se kjo është mundimi gjithë. Se që të vish more votë dhe pastaj do në duhesh prap, jo. Por tani që ti ke detyrë. Marrja e detyrë nuk është privilegj. Është një shërbim. Në qoftë se unë ta fal njerë, nuk ta fal tjetër herë. Sepse kemi dhe debate me disë prindërve dhe fëmijëve, ose të fëmijët do më vlezët dhe modra. Jo me, ka pas ka gjë se kështu e kam ta. Sa herë kështu kam bërë, edhe votën a i kanë dhe jo. Kjo që po bërë për mua, është shkelur besa edhe. Unë ndoshta nuk e di se për cilën besë kishte kryetari PS-s. I pari jam unë i poliçarit, që si jap me besën ati. Erdhe, premtove, asë të gjenë premtizar. Të gjitha që janë realizuar, i përmenë të gjithë paraforcit, janë realizuar vetëm në shkrydhen e limonitar. Ma unë e me lek ne këtu nuk e një marë. Ama në një qytet ka të vogël, me një shtrirje geografike dhe me një teren ka të ashtër, të arishtë të beshkaq, vetë, ata dhe të shim jo. Pse ma je prenditje mu ati kur unë jam në këtë vend, kur ke pas me... Atere, rezultati është që ti ecë për para, se unë duhet bëj atë që i tua vetë. Unë të më stop dhe kjo ka qenë bashki dhe duhet të mbetet bashkisë të mërë. Që nga mazniku dhe kryetari i PS-s duhet i thresin me nësë. Nuk përluan me vendin e një kryetari, apo me unë si këshiltari, se unë jam presidentësën, si jam mund të jetë një tjetë. Unë e kam provuar, për të mund fshati, dhe ti shko unë e rëto, e ka provuar ku ishë me bashkinë e Berat. Dhe një rrugë qarë, dhe jasme se s'par nuk është një farë, ishë me bashki që ti është. Një shtrije e ka që madhe që mund të marrin Berati. Si mund të bërë? Kur Berati vetë, është po thuaj si aty tek ne. Berati nësot e mbanë turizmi, sepse nuk e shkutur mirë. Janë ato bujtina që janë. Në që ose ato do të vijen në kanal, që do është i ku përfundar. Në regu, faleminderit të gjithë, Të nderuar zoti kryetar, të nderuar këshilltar. Si fillim, doja të bëja thirrje të gjithë deputetëve, qoftë deputetëve të majt ose të djathtë,
të vijë në popullin e Poliçanit, në këtë komunitet kaq të dashur, dhe të na përfaqësojnë drejtësisht, ashtu siç u kemi thënë. Nuk e kuptoj pse kanë frikë, se duhet të kenë frikë. Ndaj sot, me zë të lartë them dhe se theksoj se Bashkia e Poliçanit duhet të shndrohet. Unë si këshilltare kam analizuar raportin e paraqitur nga Kuvendi dhe projektimin për ndarjen territoriale administrative dhe raportin e Komisionit të Këshillit Bashkiak mbi ligjesa publike ku janë shprehur qëndrimet e banorëve. Tani vlen të theksoj se një bashki nuk mund të matet vetëm me demografi apo statistika ekonomike. Një bashki nuk mund të matet vetëm me sa të ardhurat vet apo sa biznese ka. Bashkitë nuk janë biznese. Nuk janë krijuar për të bërë fitim, por për të shërbyer qytetarëve. Pyetja kryesore qëndron: sa mirë u shërbejnë qytetarëve? Sa pranë është administrata me qytetarën? Sa shpejt zgjidhen problemet e tij? Si ofrohen shërbimet? Nga raporti kuptojmë se mbështetësia buxhetore lidhet me pjesën e buxhetit që shkon për paga, sigurime dhe shpenzime operative. Sa më e madhe të jetë kjo pjesë, aq më pak hapësirë mbetet për investime. Kjo nuk është situata e Poliçanit. Ne mund të përmendim shumë investime dhe punë publike që janë planifikuar dhe janë realizuar me buxhetin e bashkisë. Në raport përmenden bashkisë si Kavaja, Rogozhina, Fushaci, Tepelena dhe Kolonia si raste me mundësi shumë të lartë buxhetore. Në disa prej tyre, mbi 90% e buxhetit shkon për shpenzime të tilla. Megjithatë, këto bashki nuk propozohen të shkrihen. Atëherë, pyetja është: pse për Poliçani përdoret një standard dhe për bashkitë të tjera një standard tjetër? Shifrat në raport duhet na çojnë në njëjtin përfundim. Sigurisht që ka probleme dhe ka nevojë për përmirësime, por Poliçani nuk është në fund të renditjes. Dhe këta tregus nuk mund të përdoren si arsye për të thënë se Bashkia Poliçan duhet të shkrihet. Prandaj mendoj se raporti nuk ka mbajtur të njëjtin standard për të gjitha bashkitë. Tani kam një diçka të fundit, unë si këshilltare propozoj që të japim të gjithë këtu si këshilltare dorëheqjen nëse bashkia jonë e Poliçanit shkrihet. Unë jam e para që ja dorëheqja. Mendoj se të këshilltarët vjen dakord. Faleminderit. Jemi gjithë dakord që nëse bashkia shkrihet konform, ne do t'japim dorëheqje të komunitetit që kemi lindur rritur dhe jetojmë këtu 1966-ës, atëherë jemi gjithë dakord? Faleminderit. Atëherë diskutim tjetër mund të vazhdojmë. Atëherë, i nderuar kryetari i bashkisë, të nderuar këshilltarë dhe ju të pranishëm qenë. Sot jemi mbledhur në një mbledhje të rëndësishme për të shprehur me një vendim të rëndësishëm jetik për ardhmen e bashkisë. Propozimi për shkrirjen e bashkisë Poliçanit dhe bashkimin e saj në Bashkinë e Madhe Berat. Duhet ta themi i qartë dhe me zë të lartë. Ky është një vendim i gabuar që rrezikon ta kthejë Poliçanin nga një njësi administrative me autonomi dhe vendimarrje lokale në një zonë të lënë në njanë dhe të harruar në periferi. Pse duhet ta kundërshtojmë këtë vendim? Së pari, për shkak të rrezikut të lënies në njanë nga ana ekonomike. Poliçani dhe fshatrat e tij kanë potenciale të jashtëzakonshme zhvillimi në shumë fusha, si bujqësi, blegëtori, industrinë ushtarake, turizmin malor, produktet lokale dhe zhvillimin rural të zonës. A garanton bashkimi me Bashkinë e Beratit se këto potenciale do të zhvillohen më mirë? Jo. Përkundrazi, ekziston rreziku real që prioritetet e zhvillimit të përcaktohen nga nevoja e qendrës së madhe të njësisë administrative Berat, ndërsa Poliçani të mbetet në plan të tretë, pas Beratit dhe Timanit. Së dyti, historia e reformës territoriale që ne e dim të gjithë të vitit 2014 na dha një mësim të ditur të gjithë. Ajo reformë tregoi se sa më i madh thihet territori i një bashkie, aq më shumë ulet vëmendja ndaj zonave të larta nga qendra. Atëherë u lan në Harris 373 njësi administrative,
Ndërsa me këtë propozim rrezikohet të vihet vetë në arrest qyteti Poliçanit dhe gjithë fshatrat e tij. Garanci për investime dhe projekte lokale na jep vetëm ekzistenca e bashkisë tonë dhe asnjë bashkie tjetër. Pyetja e dytë. Pyetjet pa përgjigje që ne i bëjmë grupit të reformës territoriale të kuvendit tonë. Sot qyteti ynë dhe fshatrat përreth kanë nevojë për rrugë nacionale dhe rurale, për qendra shëndetësore, funksionale me mjekë infermier për mbështetjen ndaj bujqësisë dhe stimulal për familjet e reja të cilët duan të zhvillohen në vendin tonë. Prandaj, përpara se të merren vendime në kryesa qeveritare, ne duhet të na pyesim edhe ne politikisht. Disa pyetje që ne drejtojmë janë: kush na garanton se përqindja e fondeve që do të kemi në buxhetin e madh të Bashkisë Berat do të mbulojë prioritetet tona zhvillimore? Kush garanton që problemet e Poliçanit do të kenë të njëjtën peshë në vendimarrje? Kush garanton që projektet tona do të trajtohen me prioritet dhe se zëri banorëve tanë nuk do të humbas brenda një strukture gjigante me diku 100.000 banor? Të nderuar këshilltarë, ajo që unë dua të vërtetëre sot është ruajtja e bashkisë Poliçan dhe përfaqësimit demokratik të këtij komuniteti. Pas një shkrirje të mundshme, Poliçani do të jetë vetëm një pjesë e vogël e një njësie shumë të madhe administrative, ku zëri i qytetarit tonë nuk do të dëgjohet më. Për të gjitha këto arsye, i bëj thirrje Këshillit Bashkiak të mbajë një qendrim të unifikuar për herë të parë dhe të palëkundur. Të jemi të gjithë së bashku kundër shkrirjes së bashkisë së Poliçanit. Ju faleminderit. Nderuar kryetar, nderuar këshilltar, jam kundër reformës territoriale të bëhet. Parë ne ka shumë arsye që s'do të përmend. Duhet të para të tek shpotëllimi që fillojnë të tani të fëmijë të vinë në registrojnë në shkollat në Tirana, Durrës apo në tyre. Dhe këta shërbime mund t'i marrë dot shërbime lajsi, si që i marrë në bashkinë tonë. Dhe për mos të zgjatet shumë falet, se ka shumë arsye të them, jam kundra dhe mund si këshilltari të qytetit të projektit që ne si qëse shkrijet bashkëria. Shumë zgjatet më shumë. Nderuar këshilltar, Erendin Dervishi, profesor i forcës politike bashkëtore. Unë do të shpreh mendimin tim në lidhje me reformën territoriale. Edhe reforma e vitit 2014-2015 ishte një reformë që la shumë hapësira dhe abuzime në lidhje me funksionimin e pushtetit vendor. Edhe kjo reformë, për mendimin tim, është një reformë që nuk garanton shërbimet, nuk jep mundësi qytetarit të ketë shërbime më të sigurta, më të afërta. Nuk do të zgjatëm për problematikat shumë në këtë që ka kjo reformë, por do të shkruaj mendimin e forcës politike. Jo vetëm që Bashkia e Poliçanit mos të shkrihet të shkojnë në Bashkinë Berat, por mes forcës politike kërkojnë të rritet numri i bashkive. Përshëndetje këshilltar. Unë pyetja do të them, jam kundër projekt banor e zonës tonë, jam kundër shkrirjes së Bashkisë Poliçanit. Unë do të them një diçka. Të zbatohet vullneti i banorëve. Ka kisha. Ka milionë i gjithë të. Përshëndetje këshilltar. Unë për mjetë të ndjerje të Këshillit të Bashkisë të qytetarëve të Berat, unë i drejtoj pyetjen i gjithë deputetëve të qartë në Berat. Ne një informacion dhe unë i mura për shkrirjen ose jo të Bashkisë Poliçanit. Ku jeni? Popull po flet. Kish në dhe ju. Unë nuk e di
se një shtuar shumë të takim të mene pjesë, po pa tjetër një gjithë të zemë, se të njërë shumë lodhemi, edhe nuk mund vinë nga shmë të një dhjetë të shqipë të përshqitës. Respektojnë e popullit, se nga të në marrë vota, majka po të gjatë të oshë. Detyrimisht, unë dhe të shprejë dhe pronësim tim për bashkje Poliçanit, për historik i kratë, por edhe projekt realitetin duhet të ekzistojnë në çdo kush. Prandaj, i ftyre i edhe atë deputetë të gjakut të radhit, ta japin publikisht mendimin e tyre, apo kanalseritën nga listave, votën organa popullit, nësa në listika e Kosovama, i edhe po votën, shtu dojnë edhe mesit në matë. Faleminderit. Atëherë, si përfaqësues e komunitetit kujetore dhe shoqërisë së Sapitë, ashtu si dhe ju, unë kundërshtoj shkrirjen e Bashkisë Poliçanit dhe bashkimin e saj me Beratin, sepse mendoj, ashtu siç ne dëgjuam në të treja ligjesa qytetare, që çdo reformë administrative, territoriale duhet të vlerësohet nga ndikimi që do të ketë tek secili prej nesh. A do të marrin qytetarët e Poliçanit dhe banorët e dy njësive tona administrative shërbime më të mira dhe më të shpejta, apo më pranë tyre nëse ne do të bashkohemi me Bashkinë e Madhe? Një nga parimet kryesore të qeverisë vendore është që shërbimi publik të jetë sa më pranë qytetarit. A do të jetë vërtet ky shërbim pranë? Bashkimi i Poliçanit me Bashkinë e Madhe krijon të rrezikon të krijojë, një situatë ku qytetarët të jenë të papërfaqësuar, qytetarët e moshuar, familjet me të ardhura të pakta ekonomike, personat me aftësi të kufizuar, banorët e fshatrave të largët të njësive administrative, të cilët përveç që nuk kanë infrastrukturën e duhur, u duhen orë dhe rrugë për të shkuar në Berat. Kjo do të thotë që duhet të udhëtojnë më shumë, të kenë shpenzime më shumë, dhe gjithashtu koha do të jetë më e madhe për të marrë shërbime që ata sot dhe deri më tani i kanë marrë pranë tempanimit të tyre. Nëse bashkimi me Beratin sjell largimin e shërbimeve, rritjen e kostove për qytetarët dhe dobësimin e përfaqësimit të tyre në vendimmarrje, atëherë ne kemi arsye të forta për ta kundërshtuar këtë ndryshim. Kërkoj që kjo reformë të afrojë institucionin me qytetarët, dhe jo ta largoj qytetarin nga institucioni, sepse kjo do të sjellë vetëm shpërblim. Për këtë arsye, qëndrimi im si këshilltare është totalisht kundër. Faleminderit. Nderuar kryetar, të nderuar anëtarë të Këshillit Bashkiak, tani më vjen mirë gjova gjithë në autosësh. Edhe po vjen mirë që gjendem midis këtyre moshave që luftojnë fuqishëm për ta mbajtur dhe për të shërbyer çdo qytetari pjesë e bashkisë së Poliçanit. Normalisht unë përfaqësoj një moshë të re, edhe e mbyllim ditën duke biseduar dhe duke takuar shumë shokë e miq, edhe ditën tjetër i shikojmë të zhdume. Kjo do të thotë që ne sa më shumë edhe me këtë reformë tani gjithë shpopullohemi të zhdukemi fare. Një bashki më afër qytetarëve do të thotë një mbështetje më e fortë në dhënien e shërbimit. Një mbështetje më e fortë në cilësinë e shërbimit. Një mbështetje më e fortë në zgjidhjen e çdo problematike apo çdo ankesë shqiptare. Një bashki më afër qytetarëve do të thotë një zë më i fortë, një zë më i lartë për ndjekjen dhe zhvillimin e çdo investimi që ne duam të marrim. Normalisht edhe unë me zë të fortë që ndroj krah kolegëve këshilltar, kundër shkrirjes bashkisë. Edhe unë kundër shkrirjes bashkisë, jam kategorisht
kundër, sepse unë jam vetë fermer dhe me di që fermeri në zgjidhen zyrat dhe ajo është gjëja kryesore për të kur ti ndihmon që ti të shkojë në zyrë, se sa të vërjet të shkojë në kilometra ndarë edhe mos të marrë lëvizje. Në fund. Tani më bëjë dhe unë besoj. Atëre, po që duke thëmë në fund, kam pak kjera në të sepse kolegët, kryetari i bashkisë së pari, komisioni, i thanë qitë. Por, unë që në fillim do të shprejmë që jemi shprejmë në parë, por në të mbjede zyrtare, do shprejmë që janë kundra të projektit komisionit. Dhe prosë që votuan komisionit tonë. E përgëzoj me shpirt komisionit, dhe të gjohë me shumë të nëndi, përveç argumente që kryetari bashkisë da kontestime të tjere që i kemë qurë, por komisioni që të bërë një bukur shumë. Bravo, të përgëzoj. Dhe cilësinë e këshilltarit nuk poshuar, nuk bjerë, presionist pare dhe fati. Do të them disa fjallë veçanta, unë edhe unë isha përgatitur të drejt në tanë, por gjene që në fund një morë të gjitha për shërë të tanë. Por do të them që jam një nga qytetarët që kam marrë për 20 ca vite, që nuk jam një të këtu, ti kam shërbyer dhe unë në sektorin ti qyteti, për shkak të pakën një drejtë, dhe po të bashkëkrahasime, që nga viti të pak në viti 2000, që filluan bashkita të pak në herët, të gjithë e ka parasysh, dhe është arshiva, është muzeu, qytetit atë, që shikon fotot si ka qenë qyteti jonë. Si është bërë? Kush e ka bërë? Ky kryetar bashkie, pak mos e themi vetëm këti, por investimet që ka këta siguruar, ose të gjitha burimet, ashtu si s'pare fatë të vështrydhur atë limonin me fortë për gjithë të tjerë, që nga spitalet e fillore, që nga rrugët, që nga shkollat, nga gjitha, dhe kush pse atëre kujt komision, ky Mazniku bashkë me shokët e vet. Pse ku i kanë marrë informacionin këta? Sepse edhe performanca e bashkisë poliçane është performancë relativisht e mirë. Nuk hyn të bashkisë me performancë të keqe. Atëherë ku i kanë marrë informacionin? Çfarë mirë ka skapare në shumë nga ne? Çfarë mirë ka në bashkitë të tjera, Roskoveci apo të tjera. Dhe unë mendoj se komisioni, do të ulet, do të dëgjojë mirë këto, sepse prandaj kështu funksionon ligji. Është dëgjesa. I marrë të dëgjojë mirë, kur asnjë qytetar, asnjë, 1% e vogël siç pas Korela mund të jetë, shumë pak ata që kërkojnë që të bashkohen me Beratin. Në përqindje nuk e them tot, gjithë komuniteti nuk kërkon të bashkohet. Atë çfarë bëhet? A dëgjohet komuniteti, cilat janë konventat, cilat janë drejtat e njerit, etj. Përfundimisht, edhe unë shpreh njëherë kundër projektit të Faleminderit për diskutimin. Kalojmë te pika më e rëndësishme, që është dhe pika e fundit, dhënia e mendimit zyrtar të Këshillit Bashkiak Poliçan mbi reformën administrative territoriale 2 dhe projektimin për ndarjen administrative territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë. Pasi u njohëm me raportin e Komisionit të dalë nga regjistrat publike, dëgjuam mendimin e anëtarëve të Këshillit Bashkiak dhe argumentet e gjithë secilit, atëherë natyrisht vjen pyetja e fundit: a jeni dakord me projektigjin për ndarjen administrative territoriale që propozon shkrirjen e Bashkisë Poliçan dhe bashkimin me Beratin? E hedhim në votim? Unanimisht jemi kundër shkrirjes së Bashkisë Poliçan me bashkimin me Beratin. Nuk ka. Faleminderit për të gjitha argumentet dhe opinionet që u dhanë kundër shkrirjes së Bashkisë Poliçan. Atëherë të gjithë anëtarët janë të lutur që të bëjnë të firmosin proces verbalin e mbledhjes. Faleminderit.